Fëmija më lutën me shku në deti, unë nuk shkaj. Kur vi këtu, më do ka sikur deti ma i mirë. Pe 64 Veriza jam. Edhe dhe me thonë dëshira jote më e madhe është çdo herë pushimet me i kalu këtu. Kur vi këtu, ma shkrira, unë atje nuk dal, këtu që të bëhet ora 5, që të mos verës, kur unë dal të shetinë. Jemi për emisionin 05, prej nga jeni? Jam pe i Verizajt. Verizajt. Ë? I ndërum. Pyetja që kam për sot, kur keni qajt për herë të fundit? Po, për herë të fundit, kam qajt vitin e kalon, kur një vëlla më ka vdek. Ngushëllimi. Faleminderit, ka qenë në Francë, Lyon, dhe këtu në dhej kemi vërës të Verizaj. Shprej ke qardhe për këta. Qa me po, kja jetë që, për në? Kalojmë pak temën. Realisht të kjo temë po të flasim ka çdo herë vetëm lot hidhrimi apo edhe gëzimi. Ka, Të ka ndodhur ty me derdhë lot gëzimi? ka ndodha ajo, A do të tregon kur edhe për çka? Lëgzimi më ka qenë, kur ka fjo djalin e ma, para një 6 vite, edhe nëse normal edhe kur ka linë mesat e para, gëzimi më i madh ka qenë për mua. Këto momente. Këto momente kanë qenë për mua të zakonisht mira. Në rregull, gëzohem për këta. Ndërum, a më tregon e çka punon, me çka merresh? Unë jetoj në Gjermani, Jeton në Gjermani. që një 34 vite, kum punu, jam pensionar tash, kum dalë, pra një vitit, po, punoj edhe pak atje, E the që je në Gjermani. po, Unë të pyeta më herët për lutin, edhe tash prapë do të më u kthy. Keni derdh lot ndonjëherë për atë dhëun, për mungesën, mollin, normal që po, 34 vite janë kogjo, për mua, janë kogjo shumë, kur ka qenë lufta këtu veç të merë kon lot më që kemi po asë në gjarje fështira, normal që kom derdhë lot idhnimi në atë ku. Ashtu. Si përshkruan 34 vite? Shumë përjetime, shumë vujtje, në atë ku kom pas edhe atje si refugjat. Po ndërkohë tani u stabilizova, po molli për këto apet. Unë të që 34 vite. Fëmija më lutën me shku në deti, unë nuk shkaj. Kur vi këtu, më do ka sikur deti ma i mirë. E mirë, kjo po m'pëlqen. Kjo është, do të thëtë, gëzime madhë kur vetëditjen teme. Këtu, jo më rritë, Verizaj më rritë, edhe pse s'kom linë Verizaj, ma kom rritë pe 6 vite. Këtu, që i kom pas kom marrë në Verizaj, pe 64 Verizaj jam. Po, edhe dhe me thonë dëshira jote më e madhe është çdo herë pushimet me i kalu këtu. Kur ve këtu, ma shkrira, unë atje nuk dal, këtu që të bëhet ora 5, që të mos verës, kur unë dal të shetinë. I këshyri pastrimet që i bojnë, ashe. E kur unë pyte mu për çka punoj, atje kom punu me një firmë pastrimit, edhe atje. Po, Edhe për edhe këto tani mandej eshe. So jemi të pasur si qytet? Si që? Si qytetar? Po si qytet? Në moment, mirë është, në regullë, s'kom pas vrejtje, po verës e kur po binë këto fletat, gjithë kur po binë. Po është kompania e cila mirët me pastrim, nëse s'gaboj. Po, në regullë këto, amo, unë po flasë tash për atje, kur bot pastrimi, bot me nëgjes herët, në 5, në 6. Jo mes ditë ose Jo. Unë këtu e kom po sati 8, 9, 10. Për shemë që të logje, veç atje, dhe atje, për shemë më konë minimum vetë dyte. Unë këtu kom po ka 6 vetë, 7 vetë. Tak. Nëjse ata e din ma mirë veç. Pastrimi do të më konë herët. Numër të punëtorëve të madhë, si vas teje. Për këtë shesh, vetëm 2 persona duhet. Këto 2 persona, unë e di që sa nevojit kry punë. Sa mujnë me kry punë. Unë këto i kry për 2 vetë, për asi, si bën asas 1 orë. As 1 orë komplet shesh? Qëto, fleta shka të binë, amo, fleta shka të binë. Fleta, po. Shka të binë gjethat e thatat, du më thonë. Ato, unë për 1 orë i kry vetë i dyti. Faleminderit shumë, kënaqësi. Të rëshëndetin, cilat mirat. Faleminderit, zotë mirë, faleminderit.